Hej njerëz, unë jam Adri, edhe sot kena me full për një temë që është dhuna psiqike. Kejtë e dina çka është dhuna fizike, ama nuk i kom pa shumë njerëz të full për dhunën psiqike, edhe neshta sidomos të shqiptarët, duke që dhuna psiqike është aq normale që nuk bëhet një farë temë e madhe se jena mësu pe prindve e te poshtë, do me thonë gjithë jena si popull pak si dhunus. Jena popull dhunus, çka me thonë. Dhuna psiqike mundet mu shfaq në mënyra të ndryshme. Do me thonë, unë tash termat i di ma shumë anglisht, se kur jam eduku unë për këtë temë jam eduku, kom lexu libra, kom shuri video, sa në vene, këtë në anglisht. Do me thonë tash termat shqip nuk i di, ama kam i thonë termat në anglisht edhe nashta i shkruj qëtu në shqip çka i bjen mu kon. S'kom shkru naj sen që kam me cek, ama se di sot të quva me këtë mendim që po du me bo një video me fol për që temën. Sen i par, strategjia është gaslighting, që do me thonë dikush e ndryshon realitetin, qysh ti teket, qysh që strategjia e manipulimit, gaslighting, është që kur dikush bën me dyshu në vetën tonë, në perceptimin e realitetit, do me thonë kaq shumë folë ose kaq shumë din me kthy realitetin që edhe ti po dyshon që okej, nashta, qashtu. Qashtu që shte konvenon, qashtu është. E do me thonë tash zinë ti e në lidhe me dikan. Edhe 1-2 herë tu ka shkym telefone, edhe s'ke pas bateri. Tana aj ka me të thonë, hej, atë kujtojt para 3 mujve, shka ke bo? Edhe ti, ku e di unë që kum bo para 3 mujve? Edhe aj ka me thonë, apeshe, ti kur se din që ke bo, ti kur se din kur te jenë faj. Si shambull. Ajo nuk është me lidhe, se ka shumë femna që janë manipuluese, dhe ka djam që janë manipuluese, nuk jam të thonë tash, te, ajo kë, njerës, po veç si shambull e mura aj. Se kaq shumë jam manipulu për njerëzve që jam edhe po tut në me folë, sa e di që më vjen ai mesazh ti ke folë për mu qështu. No, se jam të folë për kërkon. Jam të folë vetëm për temën e dhunës psiqike. Situata vazhdon me thonë personi, ti gjithë e shkym telefonin, kur je dikon që mos me dit one me kan je, edhe ty në fakt tu ka shkym telefoni se s'ke pas bateri, si shambull tash. Dhe që kjo është një shambull që aj gjithë ka me kthy, aj ose ajo ka gjithë ka me kthy realitetin, qysh ti përshtate, qysh ti konvenon atina. Një shambull për që ta gaslighting është për shambull ti jashe një mesazh partnerës tonë në telefon, edhe kur ti thuhe që ka o kjo mesazh, aja nis me thonë, pse ma kontrolluve telefonin, ti son besan mua, ti gjithë je paranoide, gjithë pi imaginon senet, që to e kom pas në klas më të jone, anë e knej, po ju se kom shef, po ti po hin telefon tem, se s'po më beson mua, se adi pse s'po më beson mua, se ti jetu më shef dishka, unë s'jam si ti, anë e knej, do me thonë shto i hin fillit, për me nëzje vetën. Edhe ti të në përni me, thë, okej, nashta, unë jam gabim që tashti që ja prika telefonën, qka ka ndodhe. Na vina të një shambull ma i thjesht që është njerëz që të shojnë. Për shambull ti jenë lidhe tash me dikan. Edhe aj njeri se ti nështë 5 minuta s'ke pas ku me akthy ose whatever, janë nis me të thonë, o ti je kurv, ti je kështo, ti je ashto, edhe të fol shumë me do fjallë të rana, me të ofendu, që kjo është një shambull shumë i thjesht i dhunës psiqike. Tjetër është, si për shumë, unë jam një njeri që jam shumë e ndjeshme dhe shumë prekna, shumë lendona, edhe sidomos, shumë, kur s'jam mirë, ose kur është njeri shtatzon, ose whatever, adin që preket halo ma shumë, edhe unë pi mënyrës se qysh jam rritë, që më ka dik nëna, herët e se në vend jam shumë e ndjeshme, jam edhe në ekstreme fort, ama jam edhe shumë e ndjeshme. Po du me thonë unë jam një njëri që kaj shumë let, edhe njerës, të në shumë të shmoj me mund shumë në vetën tam, ka thonë, din mos kaj, qëre tash ti po kanë se ti jenë faj, a unë nështë jam lodhë qatë shumë pi dhunës psiqike, ose pi presionit, ose pi akuzimet e partnerit, ose ti një njerit njët, që për qëta jam të kajtën e tash, që tash të duhet në janis edhe më arsitu, pse ki ndjenja, pse jetu një keq, ose pse jetu kajt. Edhe
ata të bëjnë më njësë si kur ti të dosh me manipulu njerës tash pse jetu kajt, ama ti jetu kajt sa aty në qatë shumë dhinta ki mbrana. Tëna mundet më kone edhe një sen shumë i thjesht si një premtim që thot po nesër kena mu po, tëna kur i thu nesërit hej, a jena të pasët, thot jo, edhe kur i thuhet po ti pra më the që muna mu po jo, po jam shumë zonë, po jo se besoj që e kom thonë ashtu, jo se besoj, thot, se kom thonë, thot, jo, s'kom thonë që kena mu po nesër. Edhe ti po thu që qëtu është screenshot i bisede që i ke thonë, jo se kom thonë, se kom thonë ashtu, apet e qysh e këthe në silë, kishë jo, e kom thonë, po si jam koni sigurët e bla bla bla, se o lullë dhe të e shpigu këtë sen. Me thonë që kjo është gaslighting edhe ma shkurt qka i bjen. Kur dikush qëtin me menu në realitetin e rejshme që aje kryon, ajo se ajo. Njëri që mirët me dhunë psiqike, ose që është një narcist, ose whatever, veç një njëri keq, ose një njëri që ka shumë ego të modhe, gjithë ka me këqyrë me të largu pi keq shoqënijës tone, pi familjes tone, ka me thonë jo, ata nuk janë të mira për ty, jo këto shoqet i ki kurva, jo sun ki me dolma me to, jo sun ki me dolma, mas po, jo sun ki me dolma. Nëse këto fore, apëtin i mundet me hongër dikush që i ka 18 vjet, 19 vjet, 17 vjet, nëse i ki 20 vjet edhe për pjet, edhe dikush të ti zgudzon me dol, bro, nuk e di, atim punohet luta me vetën tonë. Se njëse pak me t'nglu si agresive. Për du me thonë, njerës 20 vjetë e përpjet, duhet me dit paka shumë që dikush nëse dënë, nuk mundet me të ndalu me dollë për shpijës, ose senet e tila. Po, të këthejmi të që kjo sene. Ti bënd ketë shoqet kurva, familja jote është e keqë, nuk ki nevoj vetëm për mu. Zakonisht ato njerës të napëdën, ata dolin, bojnë qka mas, ama te jo, se onës po kam qef njerës me full keq për ty, nuk kam qef njerës me bo lofe, se ti ki mu kon gruja jema në këneje. Që doni, onë kejt ato rana, që mundet mi thonë një djallë, onë kejt mu i me alizum përmen që di këto rana, ti e para femën që e kom pru që to ti e para femën që e kom taku me nonën tem. Shumë ma ndryshe nga femna tjera, jo x i e mu kone trend. A keni një nere që dojtë lofe? Se ketë lofet e njëta e kanë. Se okej ti del një natë me shuqnina i sen, me një herë ka me ta prish qatë dit, qatë natës o whatever, ka me thonë, jo, t'ka pa shuk jem, jo ki bo skena, pa më konë heqë qashtu. Se di, ka me gjithë dishka për me ta prish qatë natës ose dit. Do lofe që janë abuzim emocional është me thonë që kërkush tjetër s'kish duru, kërkush tjetër nuk donë, ti si e kur gjo pa mu, ti si e kërkushi, anej knej, edhe gjithë këqyrin me të ullë, sa ma poshtë që ata me të postu në kontrol. Se një njëri që se ka as shoqënien, as familjen mo, edhe plus të na dyshon në veti që okej, vetja jame nuk është mjaftu shumë, unë jam gjithë gabim, sa ta qëtin me asniko me menu që ti e gjithë gabim, gjithë bën diçka gabim, ose gjithë se ti tu i kërku folje njerëzve që ata në fakt janë në faj, që ashtu të na me një mas një kohë kimo një ti në faj non stop. Me thonë ata që ato e dojnë me ta thy vetë besimin, me të ullë, me të posë që shtu në dojnë, me bëllë që ka dojnë me tyje, me të posë që aty, edhe garant ata kanë me dojnë me femna tjera, kanë me full me femna tjera, kanë me jetu i jetën e vetë, edhe ti ki me me që aty, si ka shë vogël në turte e tyme. Sen jem favorit të manipulimi, do me thonë të abuzimi, është që kjo, love bombing. Si sa herë mua, këtë taktikat e manipulimit i di, edhe i parashikoj, edhe mu i me kuptu që kur janë të ndu, love bombing, bro, që kjo mua më kopë sa herë mua me qëta bërsh me manipuliu. Edhe love bombing është, ama mirë që bile unë e pedi që o të ndodh, edhe masane, kur po reflektoj pedi që që kjo ka ndodh. Do me thonë, love bombing është kur dikush në fillim sillet aq mirë që thotë wow, ku je kon më ti ton jetën, i bën bashkë atë senën që ti i ki qef, shë me bën ko për ty, kujdes ta qel derën, qënë për venet mira, ose whatever, unë që tohëtën, unë është
kur më thot dikush atin, kur jam një qështu më kërkan, atin unë e pe di që unë në herë me dikan qashtu. Ama kur më thot dikush, ti je shumë e veçantë, unë për vetën te me besoj, apo unë menoj që okay, unë jam e veçantë, kështu që normal që ky tash është kaq shumë i dashurum me mua edhe pse veç 12 orë që jena rajt. Edhe nëse thot që oh my god, apo po luj mas ti, unë pe besoj. Unë pe besoj se të qysh thom, okay, qysh mos me lujt mas mje, jam shumë njëri mirë, jam adin shumë kullan e knej. E të në gjithë që kjo kap mua se thom, okay, gjithë me që ta mujnë me manipulu se unë është një sen që unë e besoj që okej, normal që ti je i dashurum edhe je të dek mas 12 orë, më do kështë normal. Ama edhe unë jam një njëri që shumë shpejt, e kam shumë zorë me dosh dikan, i kam do njerëz shumë specifik që më pëlqej. Edhe me qëtë njerëz të në shumë, mu unë mrena sekundës, aten unë jam e dashurum me hej, kur jena të martu, whatever, apë të qysh. Edhe unë jam shumë ride or die për i qati momentit që unë dy du, edhe për mendoj që ti më donë, unë jam shumë atin lojale, real, strategjia ma e rrezikshme edhe qysh ata njerës ma sporit kapin tyje për ma vonë me të abuzu, edhe nuk është që ata e kanë atë menimin, ka me abuzu, tash qëtojnë, se qëtë femën nëse ka me kreqë përdor, po janë do njerës që vetë qashtu janë, abëdin vetë qashtu janë, nuk i din që të sajnë që janë t'i bo, nuk i bojnë me dije, po i bojnë. Edhe kone normal edhe a i loj njëri që i din që të sajnë që i bojnë. E du me thonë që tu, që ka mos i kaq mirë me ty, ki mu kombe, o femna ma e lumë tur më botë. Dirisa, zakonisht bojnë 3 javë, 1 muj, që t'herë, ja nisim pak me shfaqat realitetin e vetë. Se një njëri nuk mënë gjithë mu konë të aktru, nuk mënë gjithë më rajt, dikura i del, pak ftyra e vërtit. Edhe qatë herë, të na ja nisin me botë kundërtën që ty nësanëm që i kanë bo. Edhe të na të gjithë e kijat menimin, atë ondrën tonë, në kryu që kur sila i ka që mirë me ty, edhe të ka trajtosi, mbretnesh, e të na gjithë të i thua, okej, që tash ti shka bona one, sa ta kanë me gjithë dishka ti që ke bo, shka bona one tash, që a i sot të silë mirë, edhe të na gjithë ki mu monu, me bo matë miren, me ullë vetën poshtë, ti vetë ki me ullë vetën tonë poshtë, për mos silë aj apet që ashtu mirë. E ka njëherë, nështë ta një ditë silët mirë, të në nështë ta ditë keq apet, një ditë silët mirë. Po aja të në ka me të tërhek, ka me të shty, po te gjithë ki me tu, like, okej. Si kur nuk e din ma kush je, kur nuk e ki ma kur kanë ofër, të në me të veç fokusi jë të qaj njëri që ato të manipulu, edhe ti po me pipo shtë të këqyra ato, like, okej, shka të më dhonë, ato më dhonë sot dishka, ato më dhonë sot atë dashnjën e mirë. Ja, që të kenë vëq do shambla dhunës psiqike, ka shumë pa fund sene, ama përdu me thonë me dhunë një mesazh për fund nëse ti je me një lidhje edhe po një është qështu, sikur që të sene që i kumë thonë sot, unë e di që është ti për zorë me haru dikan që e donë, edhe me lon dikan që e donë, po dikush që donë tyje, edhe pse ti e donë, përdu me thonë, dikush që donë tyje, nuk vepron ashtu. Dikush që donë tyje nuk të lendon ashtu, nuk qyrë me të lendu. Përveç nëse a i ka probleme psiqike mendore, po ti nuk je aty për me alu terapisten, ose me alu psikologën, ose ti me menu traumat e ti që i ka ndodhë në fëmini, edhe pse, se une zakonisht të bëj këtë sanë. Une po një nga keq, që ti njëri ti ka ndodhë që kjo, edhe për qëta është të silë tash keq me ty, a din sa më ka ndodhë mua, me kanë jam të silë, une keq, apo të qysh. Apo të qysh. Ka një herë po del aja për din qysh për me. Qyrë një video në tem tjetër, e kam një video qysh me haru një dashni toksike, se s'poja di titullin sakt, për qesë që to, edhe mu një me këqyrë, se aty fuli pak ma shumë se qysh mund është mu largu për një njërit toksik, edhe ja, shimi në video në tjetër.